بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Falëndrimet, lavdrimet, nënshtrimet dhe adhurimet tona I takojnë vetëm Allahu xhalla xhanuhu. Salavatet dhe selamet tona më të përzemërta janë për vullin e pejgamberisë, më të zgjedhurin e Allahut prej njerëzisë, të cilin Allahu xhalla xhanuhu e dërgoi mëshirë për njerëzit, Muhammed Mustafan, familjen e tij, shokët e tij, dhe mbi të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fillimisht dëshiroj që të falenderoj vëllezërit nga shoqata Ardhmëria, të cilët më kanë mundsuar që sonte të jem në mesin e juaj. Po them që sonte të jem në mesin e juaj për arsye se ata janë shkaktar që unë jam duke qëndruar këto ditë në Londër. Pastaj falenderoj edhe vëllezërit Abdullahun dhe xhamatin e kësaj xhamie, të cilët më ofruan mundësinë që sonte të jem në mesin e vëllezërve dhe motrave, që së bashku t'i kalojmë disa qaste në përkujtimin e Allahu xhalla xhanuhu. Duke ditë se temat për cilat do të flasim ndoshta nuk do të kemi mundësi që t'u japim hakun ashtu siç këto tema meritojnë një trajtim, por me lejen e Allahu xhalla xhanuhu do të mundohemi që sa do pak ta këshillojmë vetveten tonë edhe ju me atë çka na ka porositur Allahu edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ashtu siç edhe e thej Allahu Abdullah, ligjërata e parë do të jetë një ligjërat gjithë përmbledhëse, e cila do të ketë për temë mboshte devotshmërinë si dhe etikën apo moralin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu xhalla xhanuhu prej shumë mrekullive të cilat ja ka dhuru, I ka dhuru një mrekulli të veçantë, e cila e bën të dallohet edhe nga gjithë profetët e tjerë, e të mos flasim për njerëzit. Kjo mrekulli që Allahu xhalla xhanuhu ja ka dhënë, I ka dhuru Muhammedit alayhis salam, janë fjalit gjithë përfshirëse, apo Jawami' al-Kalim, ku pejgamberi alayhis salatu wassalam me pak fjalë ka përmbledh këshilla të shumta. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam synim parsor të tij ka pas këshillën drejtuar shokëve të tij fillimisht, e pastaj edhe gjithë njerëzve dhe besimtarëve në përgjithësi. Transmetohet nga Ebi Dherri dhe Muadh ibn Jabari radhiyallahu anhuma, të cilët thonë se I dërguari I Allahu xhalla xhanuhu I ka porosit duke thënë: ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ke frikë Allahun kudo që të jesh. Veprat e liga, këqija, pasoj me vepër të mirë. Vepra e mirë I fshin veprat e këqija. Dhe me njerëz silluni me moral të mirë. Ky hadith I pejgamberit alayhi salatu wassalam, apo këtë hadith dhe këtë këshill, pejgamberi alayhi salatu wassalam u ka dhënë këtyre dy sahabive të nderuar në momentin kur
pejgamberi alayhi salam i ka dërgu misionar të tij në Yemen. Allah shpëlbeft. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam kur i ka dërgu Ebi Dherr edhe Muadhin radhiyallahu anhuma, ata kanë kërku nga pejgamberi alayhi salatu wassalam që t'i këshilloj se si të sillen. Edhe për atë pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka këshillu me këto këshilla. Këto këshillat pejgamberit alayhi salam kanë ardhur në forma të ndryshme të transmetimit, e që një prej formave të transmetimit është se Muadh ibn Jabali edhe Ebi Dherr radhiyallahu anhuma kanë thonë: o i dërguari i Allahut, më mëso diçka, cilën kur ta veproj do të më afroj tek xheneti dhe do të më largoj nga xhehenem. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam u ka thënë: idha amilta sayyi'atan, idha amilta sayyi'atan fa'mal hasanatan fa innaha 'ashru amthaliha. Nëse e bën një vepër të keqe, pastaj vepro një vepër të mirë, sepse ajo vepër e mirë është sa 10 fish veprat cilën ti e ke i kaluar. Ebi Dherr i ka thonë: ja Rasulallah, e min el hasanat la ilaha illa Allah, a është prej veprave të mira fjala la ilaha illa Allah? Pejgamberi alayhi salam i ka thonë: hiya ahsanul hasanat, ajo është më e mira e të mira. Po ashtu në një transmetim tjetër që ka ardhur në formën e ngjashme të kësaj këshillit pejgamberit alayhi salatu wassalam, se e kanë pyet pejgamberin alayhi salam dhe i kanë thonë: ja Rasulallah, na këshillo. Pejgamberi alayhi salatu wassalam u ka thonë: idha asa'ta fa ahsin, nëse bën vepër të keqe, atë pasoj me vepër të mirë. Pastaj i kanë thonë: ja Rasulallah, na shto edhe një këshill tjetër. Atëherë pejgamberi alayhi salam i ka thonë: istaqim wa li tuhsin khuluqik, qëndo fort në fe dhe përmirëso moralin tënd. Dhe këto transmetime të ngjashme, të cilat të gjitha janë me kuptim të njëjtë, neve na japin të kuptojmë atë se pejgamberi alayhi salatu wassalam qëllim parsor e ka pas që shokët e tij, sahabët e tij, t'i drejtoj në vepra të mira. E vepra më e mirë që robi mund ta veprojë dhe ta bëjë është devotshmëria apo takvalluku. Devotshmëria, sikur që e dini, është këshilla e të gjithë profetëve të Allahu xhalla shanuhu. Sepse të gjithë profetët e Allahu xhalla shanuhu, të gjithë të dërguarit e Allahu xhalla shanuhu i kanë këshillu popullin e tyre me devotshmëri. Sikur thot Allahu xhalla shanuhu: wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ne i kemi këshillu ata të cilëve u është dhënë libri para jush, e edhe ju që të keni frikën e Allahu xhalla shanuhu. Pra, devotshmëria nuk është këshill vetëm për ummetin e Muhammedit alayhi salam, por devotshmëria, takvalluku, është këshill Allahu xhalla shanuhu për gjithë njerëzimin, për gjithë ummetet të cilat kanë kaluar para ummetit Muhammedit alayhi salam. E çfarë është devotshmëria? Devotshmëria, apo me devotshmërinë ne nënkuptojmë që robi mes vetës së tij edhe asaj që i friksohet edhe dëshiron të ketë kujdes prej saj, të vëj një barierë, të vëj një pengesë. Devotshmëria e robit apo respekti i robit ndaj krijuesit të tij, ndaj Allahu xhalla shanuhu, është që robi në mes veti edhe asaj vepre të cilës i friksohet dhe e cila e largon
prej afrimit tek Allahu xhallashanuhu të vëj një pengesë. Kjo është devotshmëria, që robi të friksohet veprave, cilat nëse i vepron, pas tyre do të pasojë dëshkimi i tij. Devotshmëria apo fjala takwa në Kur'an e gjejmë në forma të ndryshme. E gjejmë shpesh se Allahu xhallashanuhu devotshmërinë e ka lidh me emrin e tij. Sikur thot Allahu xhallashanuhu: "Wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun." Keni frikën e Allahut tek i cili do të paraqiteni, do të ringjalleni. Apo si thot Allahu xhallashanuhu: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. O ju të cilët keni besu, keni frikë Allahun dhe secili prej jush le të shiqoj atë se çfarë ka përgatitur për nesër. Për kur? Për atë ditë kur do të dalë para Allahut xhallashanuhu. Keni frikë Allahun, sepse Allahu është hollësisht i njoftuar për atë çfarë ju veproni. Ulemaja kanë thënë, dietarët kanë thënë, se kur Allahu xhallashanuhu e lidh devotshmërinë me emrin e tij, kjo nënkupton: o rob të mi, o besimtar, keni frikë nga ato vepra të cilat Allahu xhallashanuhu u ka ndaluar ti veproni, mos i veproni. Keni frikë atë që Allahu xhallashanuhu u ka urdhëruar që ta punoni, veprojeni atë. Prandaj robi kur e gjen emrin e Allahu xhallashanuhu të ndërlidhur me devotshmërinë, e nënkupton me këtë se nëse veprojnë ndonjë vepër e cila është e ndaluar, atëherë Allahu xhallashanuhu po na tërheq vërejtjen nga ndëshkimi i tij. Keni frikë ndëshkimit Allahu xhallashanuhu për veprat cilat jeni duke i vepruar. E Allahu xhallashanuhu Kur'an thot: "Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfira." Allahu xhallashanuhu është ai i cili meriton që të kemi frikë respekt ndaj tij, dhe ai është i cili fal, është possedues i faljes. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke u sqaruar besimtarëve, duke u sqaruar sahabëve të tij, këtë ajet Kur'anit, se Allahu xhallashanuhu është ai i cili meriton që të kemi frikë respekt ndaj tij, të jemi të devotshëm të përkushtuar ndaj tij, dhe se ai është i vetmi i cili posëdon faljen. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: Allahu xhallashanuhu po thot: unë jam ai i cili meritoj që të më friksoheni. E ai i cili më friksohet, thot pejgamberi alayhi salam, e ai i cili më friksohet Allahu xhallashanuhu në mes vetes së tij, edhe Allahu xhallashanuhu nuk ka bë ortak. Do të thot, ai i cili friksohet Allahu xhallashanuhu nuk i bën ortak, nuk i bën shirk Allahu xhallashanuhu. E ai i cili vepron kësaj, do të thotë i friksohet Allahu xhallashanuhu, edhe nuk i bën shirk Allahu xhallashanuhu dhe nuk merr askën tjetër për Zot përveç Allahu xhallashanuhu, atëherë Allahu xhallashanuhu i takon që atë rob të tij ta falë. Duke lutur Allahun që ne të jemi prej atyre të cilët Allahu xhallashanuhu do të na falë. Pastaj Allahu xhallashanuhu fjalën takwa e ka ndërlidh në Kur'an me zjarrin. Me zjarrin e xhehenamit. Ku thot Allahu xhallashanuhu: "Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin." Keni frikë zjarrin. Keni frikë zjarrin i cili është përgatitur për pabesimtarët. Ose në ajetin tjetër, ku Allahu xhallashanuhu thot: "Wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin." Keni frikë zjarrit, lëndjekës të cilit janë njerëzit dhe gurt që është përgatitur për pabesimtarët. Apo ajeti tjetër ku Allahu xhallashanuhu thot që e ndërlidh me ditën e gjykimit. Allahu xhallashanuhu thot: "Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah, wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'an." Do thot, kur Allahu xhallashanuhu e ndërlidh devotshmërinë apo frikë respektin e tij me zjarrin apo me ditën e gjykimit, kjo neve na jep që të kuptojmë se ne duhet kemi frikë
që të largohemi prej gjitha atyre veprave, rezultat apo pasojë e cilave është zjarri i xhenemit. Prandaj, kjo është devotshmëria që Allahu xhalla shanuhu e ka ndërlidh këtë me fjalën e tij, edhe me ndëshkimet e tij dhe me ditën e gjykimit. Çka ne kuptojmë me devotshmëri? Në devotshmëri hyn kryerja e të gjitha obligimeve të Allahu xhalla shanuhu dhe largimi prej gjitha atyre ndalesave me cilat na ka ndalu Allahu xhalla shanuhu. Sikur që në devotshmëri hyn edhe largimi prej atyre gjërave cilat janë të urrejtura tek Allahu xhalla shanuhu. E ai i cili largohet edhe atyre gjërave cilat janë të urrejtura apo janë të dyshimta, kjo është kulminacioni i devotshmërisë së robit. Janë dhënë definicione të ndryshme lidhur me devotshmërinë. Definicione për cilat, nëse do të fillonim t'i numëronim, do të na japin thuajse një kuptim të njëjtë. Do të përmendim disa prej definicioneve të devotshmërisë apo të takvallahut, të cilët i kanë dhënë sahabët e pejgamberit alayhis salam dhe dietarët. Ibn Abbas i thotë, muttaqun apo të devotshëm, a janë ata të cilët i friksohen Allahu xhalla shanuhu. I friksohen dëshkimit Allahu xhalla shanuhu duke lënë atë çka e dinë se është pengesë e udhëzimit të tyre. Edhe shpresojnë mëshirën e Allahu xhalla shanuhu duke vepruar tër atë çka ka ardhur prej urdhave të Allahut edhe prej sunetit pejgamberit alayhis salam. Dërsa Talq ibn Habibi radhiyallahu anhu e ka dhënë një definicion i cili mendoj se është prej definicioneve gjithë përmbledhëse të takvallahut apo të devotshmërisë. Talq ibn Habibi thotë, devotshmëria është me punu në respektin e Allahu xhalla shanuhu, me kry urdhat e Allahu xhalla shanuhu, me dritën e Allahu xhalla shanuhu, duke shpresu shpërblimin prej Allahu xhalla shanuhu. Dhe duke u largu prej ndalesave apo prej mëkateve të Allahu xhalla shanuhu, me dritën e Allahu xhalla shanuhu, duke pas frikë ndëshkimin prej Allahu xhalla shanuhu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë hadith, la yablughu al-'abd an yakuna min al-muttaqin hatta yad'u ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Robi nuk ka më mujt me arrit shkallën e devotshmërisë, përderisa nuk e lën atë e cila, si themin popull, s'ka gajl edhe nëse e bojmë, dhe duke u largu prej asaj që ka gajl e me. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar në hadithin e tij duke thënë se wa man ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Ai i cili largohet prej gjërave të dyshimta, ai e ka pastru, e ka qiltru fen e tij edhe nderin dhe moralin e tij. Prandaj nuk e desh që të shfrytëzojmë edhe prej kohës edhe të mos zgjatim më tepër, kjo është devotshmëria për cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam neve po na tërheq vërejtjen, po na këshillon për atë se si robi duhet të jetë i devotshëm. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, është një hadith tjetër i gjatë, si ne transmeton Ebi Dherri, dhe cilën e nxjerr Ibn Hibani dhe të tjerë, ka thonë, Ibn Dherri ka thonë, ja Rasulullah, më këshillon. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thonë, po të këshilloj me devotshmëri ndaj Allahu xhalla shanuhu, sepse kjo është kulminacioni i çdo çështje. Kjo është pika kulmore e besimit, është pika kulmore e devotshmërisë. Prandaj, për të qenë i devotshëm, duhet që s'pari
kemi parasysh se Allahu Gjallëshanuhu është ai I cili na mbikëqyr. Të kemi parasysh se Allahu Gjallëshanuhu është ai I cili I dhe veprat tona të hapta dhe të shehta. Dhe atë që Allahu Gjallëshanuhu na ka urdhëruar në Kur'an, edhe atë që pejgamberi alayhi salatu wassalam na e ka mësuar neve në sunetin e tij, ta veprojmë. Të mos lojmë asgjë prej saj. Aq sa kemi mundësi. Ndërsa atë që na ka ndalu Allahu Gjallëshanuhu edhe atë që na ka ndalu pejgamberi alayhi salatu wassalam, atëherë duhet që të largohemi prej saj. Siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, fattaqullah, ka thënë Allahu Gjallëshanuhu kur thot, fattaqullaha mastata'tum. Keni frikë Allahun aq sa keni mundësi. E kjo aq sa kemi mundësi është që ne atë që ka urdhëruar Allahu Gjallëshanuhu, atë që kemi mundësi me e kry, duhet ta kryjmë. Ndërsa atë që ka ndaluar Allahu Gjallëshanuhu, duhet të largohemi prej saj me njëherë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë hadith po na këshillon me devotshmëri, po krahas kësaj na ka mësuar që krahas përpjekjeve tona që të jemi të devotshëm, krahas përpjekjeve tona që ne të arrijmë frikë respektin kulmor ndaj Allahu Gjallëshanuhu, të mos harrojmë që t'i drejtojmë Allahu Gjallëshanuhu lutjet ashtu siç na ka mësuar vetë pejgamberi alayhi salam kur ju ka drejtuar Allahu Gjallëshanuhu me lutjen cilën e ka mësuar duke thënë Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'iffata wal-ghina. O Allah, kërkoj nga ti që të më japësh udhëzim, devotshmëri, pastërti, nderi edhe pasuri. Prandaj, krahas përpjekjes për devotshmëri, të mos harrojmë se udhëzimi dhe frikë respekti ndaj Allahu Gjallëshanuhu është në dorën e Allahu Gjallëshanuhu dhe ta lutim Allahu Gjallëshanuhu që të na bëjë për atyre të cilët janë të devotshëm dhe kanë frikë Allahu Gjallëshanuhu. Po vazhdon pejgamberi alayhis salam me një këshill tjetër. Po thot wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Veprën e ligë pasoje me vepër të mirë, se ajo e mira e fshin atë ligën. Sigurisht dikush ka mundale dhe me kytë, po Allahu po na porosit me kon devotshëm, po na porosit mos me bëj gjuna, po na porosit që haramit me u largu, edhe me kry krejt atë që ka urdhëruar Allahu Gjallëshanuhu. E pse tash pejgamberi alayhis salam po thot, nëse bën vepër të ligë, nëse bën një vepër të keqe, bën vepër të mirë më së miri. S'ka dyshim, të nderuar vëllezër dhe motra se Allahu Gjallëshanuhu po na urdhon që të kemi frikë respektin e tij kur jemi në vetmin ton, kur jemi vetëm me krijuesin ton. Por po na porosit që të kemi frikë respekt edhe kur jemi në mesin e njerëzve. Por porosia dhe urdhri për devotshmëri dhe frikë respekt nuk nënkupton se robi është I mbrojtur prej mëkatit. Nuk nënkupton se robi s'ka me bol shime dhe gabime në jetën e tij. Përkundrazi, ky hadith është dëshmi se secili prej nesh mund t'i nënshtrohet rrëshqitjes së tij. Mund t'i nënshtrohet lëshimeve dhe gabimeve të mundshme në jetën e tij. Prandaj, si të tillë që jemi, pejgamberi alayhi salatu wassalam po na trason një rrugë, po na mëson një rrugë. O rob të Allahut, o ju njerëz, nëse e keni bërë një gabim, mos u ndaloni me thonë bëra gabim dhe tani unë përfundova. Përkundrazi, nëse ke bërë një vepër të keqe, nëse ke bërë një gabim, kthehu atë vepër tëndën të ligë të keqe, pasoje me një vepër të mirë. Sepse ajo vepra e mirë
ka me fshi veprën e ligë të cilën e kemi bërë. E prej veprave të mira, cilat Allahu xhalla shanu i ka bërë shkak të mbulimit të mëkateve tona, apo që Allahu xhalla shanu përmes tyre na i fshi mëkatet tona, është namazi. Pejgamberi Allahu xhalla shanu në Kur'an thot: "Wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl, innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at, dhalika dhikra lidh-dhakirin." Falni namazin në dy skajet e ditës edhe në pjesën e natës. Me të vërtet, veprat e mira i largojnë veprat e këqija. Kjo është përkujtim për ata të cilët përkujtohen. Është transmetuar në Sahih në dy koleksionet e vërteta të haditheve, në Sahihun e Buhariut edhe atë të Muslimit. Hadithin nga Ibn Mesudi radhiyallahu anhu se një njeri, një prej sahabëve të pejgamberit alayhis salam, e ka pudh një grua të huaj. Pastaj ka ardhur te pejgamberi alayhis salam edhe i ka thënë, duke ja tregu ngjarjen, i ka thonë: "Ja Rasulullah, kam bën një mëkat, ekzekuton për atë që kam bën. Ma jep dëshkimin cilin e kam për veprën cilin e kam vepruar." Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka hesht. Pastaj ka zbrit ky ajet të cilin Allahu xhalla shanuhu po thot: "Innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at." Veprat e mira i fshin veprat e liga. Në një transmetim ka ardhur se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka hesht. Pastaj ai prap i ka thënë pejgamberit: "Ja Rasulullah, ekzekuton se kam bën një vepër që duhet më ekzekutu. Kam bën një mëkat." Pejgamberi alayhi salam ka hesht derisa ka ardhur koha e namazit. Janë ngrit edhe janë fal. E pastaj ka zbrit ky ajet, edhe kur përsëri ky ka insistuar te pejgamberi alayhi salam, duke i thonë që ta ndërshkoj për veprën cilën e ka bën, pejgamberi alayhi salam i ka pyetur dhe i ka thonë: "A nuk u falet tash me ne?" Tha: "Po ja Rasulullah." E thot: "Innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at." Veprat e mira i fshin veprat e këqija. Sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur i ka tregu pejgamberi alayhi salam këtij sahabiu se Allahu xhalla shanuhu ta ka fshim katin cilin ti e ke bë për shkak të namazit cilin e bëre, sahabët i kanë thonë: "Ja Rasulullah, a është ky ajet i veçantë për këtë njeri apo për të gjithë?" Pejgamberi alayhi salam ka thonë: "Është për të gjithë njerëzit deri në ditën e gjykimit." Prandaj namazi është një prej adhurimeve përmes cilit Allahu xhalla shanuhu neve po na fshin mëkatet tona. Po ashtu Allahu xhalla shanuhu në Kur'an, kur i përmend cilësitë e njerëzve të devotshëm, kur i përmend cilësitë e atyre besim të drejtëve, pastaj thot: "Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfaru li dhunubihim." Besimtarët të devotshëm, të drejtë, që ti kanë frikë respekt Allahu xhalla shanuhu, janë edhe ata të cilët kur e bojnë ndonjë vepër të ligë, kur e bojnë ndonjë mëkat, apo i bojnë pa drejtësi vetvetes së tyre, e përmendin Allahu xhalla shanuhu. E përmendin Allahu xhalla shanuhu dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. E kush është ai i cili i fal mëkatet përveç Allahu xhalla shanuhu? Po ashtu, pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin tjetër thot: "E keni pasi kur ndokush për jush pra shtëpisë së tij ta ketë një lum, tek i cili do të pastrohej 5 herë në ditë, a do të mbetej në trupin e tij ndonjë prej yndyrave?" Shokët i thanë: "Jo ja Rasulullah." Tha: "Kështu është çështja e namazit. Nuk lën në shpirtin e besimtarit asnjë ndytësi, asnjë papastërti, asnjë mëkat." Po ashtu, hadithi tjetër, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam thot:
as-salawat al-khams, 5 kohët e namazit, Gjumaja deri në gjumon tjetër, Ramazani deri në Ramazani tjetër, janë mbulesë e mëkateve për robin nëse robi largohet prej mëkateve të mëdha. Prej veprave të mira tjera, cilat janë shkak i shlyerjes së mëkateve të robit, është pendimi, është tobja. Për atë, në ajetin të cilën e lexuam më lart, ku Allahu Jalla Shanu thot: "Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfaru li dhunubihim." Dhakaru Allaha, e përmendin Allahun, fastaghfaru li dhunubihim, edhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre, do të thotë bëjnë tobe, pendohen tek Allahu Jalla Shanuhu për mëkatin të cilin e ka bërë. Sikur thotë edhe Allahu Jalla Shanuhu në ajetin tjetër: "Innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun." Ata të cilët, me të vërtetë ata të cilët janë të devotshëm, kanë frikë respekt Allahu Jalla Shanuhu, nëse ata i prek diçka prej djajve, do thotë i mashtron djallin, shejtani, i mashtron ata, tadhakkaru, kthehen edhe kujtohen. Çka kujtohen? E shohin gabimin e tyre të cilin e kanë bërë, fa idha hum mubsirun, duke qenë në dituri për veprën të cilën ata e kanë bërë. Do të thotë, kthehen shpejt edhe pendohen tek Allahu Jalla Shanuhu. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam, sikur që transmetohet në hadith të vërtetë, ka thënë: kur robi e bën një mëkat, edhe thotë: "O Zoti im, unë e kam bërë një mëkat, më fal mua." Atëherë Allahu Jalla Shanuhu ka për të falë. Sepse Allahu Jalla Shanuhu thotë: robi e diti se ka Zot, i cili i fal mëkatet e tija. Edhe për atë Allahu Jalla Shanuhu e falë atë. Për të pranuar Allahu Jalla Shanuhu, apo për të shlyer mëkatin e robit, cilin ai e vepron, robi duhet që t'i përmbush kushtet e pendimit të cilat dietarët i kanë thënë. E prej kushteve të pendimit, spari është pendesa e sinqertë për veprën cilën e ka bërë. E dyta, largimi i menjëhershëm prej asaj vepre. E treta, vendosmëria në mos kthimi në atë vepër asnjëherë. Dhe e katërta, nëse veprën cilën e kemi bërë është mes njerëzve, apo i kemi dëmtu dikën për krijesave të Allahu Jalla Shanuhu, duhet që të shkojmë dhe të kërkojmë falje prej njerëzve për veprën cilën o kemi bërë. Nëse ka qenë dëm material, duhet që dëmin ta kthejmë ashtu si që kemi vepruar. Për atë Allahu Jalla Shanuhu thot: "Ma asarra man istaghfara walau 'ada fi al-yawmi 70 marra." Thot Allahu Jalla Shanuhu, robit ka për t'ja falë mëkatet e tija, derisa ai nuk vazhdon mëkatin e tij. Derisa ai nuk vazhdon mëkatin e tij. Por edhe nëse vazhdon, edhe nëse rastësisht e bën mëkatin, por ai prap pendohet sinqerisht dhe pendohet me pendesë sinqert, duke shpresuar që të mos kthehet në mëkat, Allahu Jalla Shanuhu nëse kërkon falje, ka për ta falë, edhe nëse kjo është 70 herë. Transmeton Taberaniu rahimahullah në një hadith në librin e tij, dhe thotë se ka ardhur një njeri te pejgamberi alayhi salam dhe i ka thonë: "Ya Rasulullah, inni rajulun muqrafun lidhunub." Ja Rasulullah, unë jam njeri i cili bëj gjunohe shpesh. Pejgamberi alayhi salam i ka thonë: "Pendohu tek Allahu Jalla Shanuhu." Ai ka thonë: "Ja Rasulullah, unë po pendohena, po pastaj prapë po e veproj të njëjtin veprim." Pejgamberi alayhi salam i thotë:
sa herë që të bësh mëkat, pendohu tek Allahu xhalla shanuhu. Ai prapi tha, ja Rasulullah, e nëse une shpeshtoj me mëkatin, edhe nëse unë vazhdoj që shpesh me bo mëkatin, pejgamberi alayhi salam i thot, sa herë që të mëkatosh, e të kërkosh falje prej Allahu xhalla shanuhu, dije se falja Allahu xhalla shanuhu është më e madhe se sa mëkati. Prandaj, nëse robi ka bo një mëkat, nëse robi ka bo një mëkat, çfarë do qoftë ai mëkat, le ta di se falja Allahu xhalla shanuhu është më e madhe se sa mëkati cilin ai e ka bërë. Se sa mëkati cilin ai e ka bërë. E dini fare mirë hadithin për cilin pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë se një njeri në kohën e Beni Israilve i ka mbyt 99 njerëz. Mirë po, ka ndjen vetin e ti pendes për gabimet cilat i ka bërë. Dhe ka shku te njeriu më i dishëm i asaj kohe që të kërkojnë nga ai udhëzim për faljen e Zotit. Kur shkon tek ai, te një prej shtrinjve të asaj kohe, i thot se i kam vrarë 99 njerëz. A ka falje për mua? A ka shpëtim për mua? Abdurrahman, to. A i thot, jo, sepse ti ke bërë mëkat të madh, ke vrarë njerëz dhe Zoti nuk të fal ty. Atëherë, e vret edhe atë dhe bëhen 100. Pastaj prap ndjen pendes në veten e tij. Edhe ngritet, kulumton një njeri të dishëm tek i cili ka me marrë udhëzim. Edhe e drejtojnë te një njeri i cili ka qenë prej të devotshmëve të asaj kohe, kur shkon takohet me të, i tregon se i ka vrarë 100 njerëz dhe është pendu, por a do ta fal Zoti atë? A i thot po, ka për të falë Zoti, por me kusht që ti të largohesh prej atij vendit ku janë njerëzit e këqij. Të largohesh prej atij vendit, të largohesh prej aty. Atëherë, ai largohet prej atij vendit. Mirë po dëshira Allahu xhalla shanuhu ishte se kur arriti në mes të rrugës, erdhi meleku i vdekjes. Kur erdhi meleku i vdekjes dhe i mori shpirtin e tij, erdhen me lajket e ndëshkimit për ta marrë. Njëjtën kohë erdhen edhe me lajket e mëshirës. Edhe ato dëshironin që ta merrnin këtë rob. Dhe filloi një polemik mes me lajkeve të mëshirës edhe me lajkeve të ndëshkimit. Atëherë Allahu xhalla shanuhu e dërgoi Gjebrailin alayhis salam ndërmjetësues dhe gjykatës në mesin e dy grupeve të melajkeve. Melajket e mëshirës thonin se kjo është pendu dhe Zoti e ka falë. Ndërsa melajket e ndëshkimit thonin jo, se ky i ka vrarë 100 njerëz dhe ky duhet ndëshkohet. Atëherë Allahu xhalla shanuhu e urdhëroi dy grup, e dërgoi melekun Gjebrail alayhis salam gjykatës mes dy grupeve të melajkeve dhe i urdhëroi që të masin tokën. Nga cilës tokë, më afër cilës tokë është ai apo trupi i tij, ai do të jetë me atë grup njerëzish. Thuan transmetime se Allahu xhalla shanuhu e ka urdhëruar tokën e njerëzve të mirë që të afrohet, ndërsa tokën e njerëzve të këqij që të largohet. Dhe kur kanë bërë matjen, kanë gjetë se për një pëllëm dore ka qenë më afër banorëve të fshatit të mirë dhe kanë marrë me lajket e mëshirës. Ky hadith i pejgamberit alayhis salatu wassalam neve na jep kuptoj se sa do që t'jetë mëkati i madh, Allahu xhalla shanuhu nëse robi pendohet sinqerisht prej atij mëkati, ka për ta falë. Allahu xhalla shanuhu në Kur'an thot inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk e fal atë i cili bën shirk Allahu xhalla shanuhu. Kurse përveç shirkut, Allahu xhalla shanuhu fal për mëkateve atë që dëshiron ai. Prandaj ky ajet
edhe ajete tjera të gjashme, neve na japin të kuptojmë të ndëruar vëllezër dhe motra se Allahu xhalla shanuhu nëse ne pendohemi sinqerisht ka për të na falë, pa marrë parasysh madhësinë e mëkatit të cilët ne e kemi bërë. Sikur që ka ardhur në hadithin tjetër, ku pejgamberi alayhis salam tregon hadith qudsi, ku Allahu xhalla shanuhu thotë: "Ya ibn Adam, law balagat dhunubak ana as-samaa'i ثم أتيتني لم تشرك بي شيئا فاستغفرتني غفرت لك ولا أبالي." O i birja Ademi, sikur mëkatet tuat kanë me arrit kupën e qiellit, e ti vjen më takon mu duke mos më bërë shirk mu, edhe ke kërku falje prej meje, unë kam e të falë edhe nuk mërzitin aq. Prandaj, ajo që ka kërkohet prej neve është që ne, nëse kemi bërë pen gabim, mëkat, të mos qëndrojmë mëkatin tonë, por të kërkojmë falje, të kthehemi dhe sinqerisht pendohemi tek Allahu xhalla shanuhu për mëkatet të cilat i kemi bërë, dhe padyshim se kjo është ajo që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Itba'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha", veprën e ligë paso me vepër të mirë, Allahu xhalla shanuhu ka për ta fshirë veprën e ligë me veprën e mirë që ne kemi bërë. Sepse Allahu xhalla shanuhu Kur'an thotë: "Innama at-tawbatu 'ala Allahi lil-ladhina ya'maluna as-su'a bi-jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim." Me të vërtetë, pendes e pranuar tek Allahu xhalla shanuhu është për ata të cilët mëkatojnë pa qëllim, mëkatojnë me gabim, apo nga padituria dhe ignoranca e tyre, pastaj kthehen dhe pendohen tek Allahu xhalla shanuhu shpejt, duke mos qëndru në mëkate. Me të vërtet, ata janë ata të cilët Allahu xhalla shanuhu do ta pranoj pendesën e tyre. Prej veprave të mira të cilat Allahu xhalla shanuhu i ka bërë sebeb që na fshihen mëkatet tona është agjerimi. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka pru shumë hadithe për me na tregu se Allahu xhalla shanuhu përmes agjerimit na fshin mëkatet tona. Ka thonë hadithin cilën e cekëm më herët, edhe Ramazani dhe Ramazanin tjetër është mbulesë e mëkateve të robit nëse robi largohet prej mëkateve të mëdha. Ndërsa për Ramazan pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ai i cili e agjeron Ramazanin me besim, bindjen Allahu xhalla shanuhu, duke shpresu mëshirën dhe faljen Allahu xhalla shanuhu, Allahu xhalla shanuhu do t'ja falë mëkatet të cilat i ka kaluar më herët. Po ashtu, kur ka folë pejgamberi alayhi salatu wassalam për agjerimet vullnetare, ka tregu pejgamberi alayhi salam se përmes atyre agjerimeve Allahu xhalla shanuhu i fshin mëkatet e veta. Për shembull, agjerimi i ditës Arafatit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Ahtasibu ila Allah an yughfiru sanën allati qablaha wallati ba'daha." Do të kush agjeron ditën Arafatit, thot pejgamberi alayhi salam, kam shpresë tek Allahu xhalla shanuhu se do t'i falen mëkatet e vitit që ka kalu edhe vitit i cili do të vjen. Pastaj, për ditën e Ashuras, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë se Allahu xhalla shanuhu do t'ja falë mëkatet e vitit i cili ka kalu. Prandaj, prej veprave të mira, cilat i fshin mëkatet e robit është edhe agjerimi. Tjetër vepër e mirë e cila i fshin mëkatet është dhikri apo përmendja Allahu xhalla shanuhu. Përmenduj Allahu xhalla shanuhu. Ne e pamë hadith më herët ku pejgamberi alayhi salatu wassalam është pyet e Abu Dharrit: "Ja Rasulullah, a është fjala la ilaha illa Allah prej hasenateve, prej veprave të mira?" Çka ka thonë? Ka thonë, ajo është prej veprave më të mira. Dhe për atë pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: "Kush thot la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah,
Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Çdo ditë 100 herë ajo do t'i llogaritet sikur me i liru 10 rob. Do t'i shënohen 100 mira, do t'i fshihen 100 vepra të këqija të liga dhe do t'jenë mbrojtje prej shejtanit gjatë gjithë ditës së tij. Dhe askush, thot pejgamberi alayhis salam, nuk ka ardhur me një vepër më të mirë se ai, përveç atij i cili vepron sikur ai apo më shumë se sa ai. Po ashtu pejgamberi alayhis salam ka thënë, kush thot subhanallah wa bihamdihi çdo ditë 100 herë do t'i fshihen mëkatet e tij, po sikur që janë t'jenë ato edhe sa shkuma e detit. Thot pejgamberi alayhis salam edhe përmes dhikrit dhe përkujtimit të tij neve po na tregon se Allahu xhalla shanuhu do të na fshi mëkatet tona. Vazhdon pejgamberi alayhi salatu wassalam me këshillën e tij të tretë të fundit, kërkoi falje ndoshta për shkurtesat, por për shkak edhe të kohës. Thot pejgamberi alayhi salam: "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Me njerë silluni me moral të mirë. Çfarë ka pas nevojë që pejgamberi alayhi salatu wassalam me na veçu këshillën për moral të mirë, kur kishte me mjaftue këshilla për devotshmëri, për arsye se morali i mirë është prej cilësive të devotshmërisë. Etika, edukata është cilësi e njerëzve të devotshëm. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka veçu përmendjen e moralit të mirë në këtë hadith për shkak të nevojës së kohës në cilën edhe vendin në cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka thënë në mënyrë që njerëzve të sqarojë se devotshmëria nuk mund të jetë e plot pa moral të mirë. Prandaj e dini fare mirë se Ebu Dherri edhe Muadhi radhiyallahu anhuma kanë shku në Yemen. Jemeni kanë qenë të krishterë. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka deshur që t'i këshilloj ata se përveç asaj se ju i friksoheni Allahut, largoheni prej asaj që ka ndaluar Allahu xhallahu shanu, edhe përmirësoni raportin e juaj me krijuesin e juaj. Pastaj e keni të përmirësuar raportin me vetveten e juaj, duke u largu prej mëkateve ose duke i pasur mëkatet me vepra të mira, ju keni nevojë që të përmirësoni edhe raportet ndër njerëzor. Keni nevojë për përmirësimin e marrëdhënieve ndër njerëzor. Për arsye se nuk mjafton për robin që të thotë mjafton se unë e besoj Allahun dhe kam frikë Allahun. E për njerëz nuk mërziten fare. Jo. Robi duhet ta di se përmirësimi i raportit me Allahun xhallahu shanuhu automatikisht t'jep ty të kuptosh se ti duhet që në tokë ti përmirësosh raportet të tua me njerëzit, ti përmirësosh raportet e tua me ata të cilët ty të rrethojnë. Prandaj, qofshin ata musliman apo jo musliman, kemë për obligim që ne me ta të sillemi me moral të mirë, me njerëzi dhe të sillemi me një edukat cilën na ka mësuar Allahu edhe cilën na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Al-Harith al-Muhasibi thot 3 sene e boj njerin krenar, por që fatkeqësisht janë në zhdukje apo inexistente. E para thot husnul wajh ma siyan, buzëqeshja apo dukja fytyrës e mirë me vepër. Pastaj husnul khuluq ma diyan, morali mirë i bashkangjitur me praktikimin e fesë. Wa husnul ikha ma al-amana, edhe vllazëria e mirë me besnikëri.
Këto 3 sende, sikur po dojmë me na thonë se nuk i mjafton në robit që vetëm anën e tij fizike të jashtme ta ketë në rregull, kurse vepra e tij të mos e dëshmoj atë çfarë e ka anën e tij të jashtme. Ose nuk i mjafton në robit që thotë se unë kam moral, edhe unë nuk ofendoj edhe nuk shoj, kurse fen nuk e praktikon. Ose thotë se unë e du diken, e kam vllak këtë ose atë, mirë po besnikëria mes atyre vëllezërve nuk gjendet edhe nuk ekziston. Prandaj, ajo çka robin e bën krenar, ajo çka robin e bën aziz, mundi i lartësua, është kur ai anën e tij të jashtme edhe anën e tij të brendshme e ka të rregulluar. Kur me njerëz apo morali i tij është ai që buron nga devotshmëria dhe praktikimi i fesë tij, edhe kur ai me vëllezërit e tij sillet me besnikëri. Kur ka besnikëri mes vëllezërve, atëherë kjo është ajo që robin e bën mundi krenar. Shikoni, jo rastisht pejgamberi alayhi salatu wassalam ka ardhur në Medinë për mi ngrit besimtar, për mi afru besimtar, edhe mi bë krenar ata, i ka vllazëruar mas pari në vetë. Prandaj, për morali të mirë është që robi të sillet mirë me njerëzit në përgjithësi. Disa prej selefit kanë thënë se Davudi alayhi salam është ndalë dhe është vetmu. Edhe ka thonë Allah Azza wa Jall atina, ç'është me ty që je vetmu? Po ç'o që je vetmu? Ka thonë Davudi alayhi salam, jam largu prej njerëzve ja Rab për ty. Allahu Gjallëshanu i ka thonë, o Davud, apo don me tregu edhe me të udhëzuar diçka që nëse e vepron, ke për mi gëzu ftyrat e njerëzve. Ka thonë, edhe me këtë ki me arrit kënaqësinë time, thot, sillu me njerëz me moralin e tyre dhe bëre imanin tënd mburojnë mes teje edhe tyre. Allahu Gjallëshanuhu për me na tregu rëndësinë e moralit, për me na tregu rëndësinë asaj se robi duhet ketë moral dhe të cilët me moral, thot, kur Allahu Gjallëshanuhu i përmend cilësitë e devotshmëve, në thot, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dhe shpejtoni në xhenet e gjerësia e cilëve është qiejtë dhe toka e përgatitur për devotshmit. Kush janë devotshmit? Kush janë ata takvat? Thot, alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra, janë ata të cilët shpenzojnë për pasurisë tyre. Fshehu razi apo shpenzojnë për pasurisë të tyre kur janë në bollëk, kur janë në mirëqenie, por edhe kur janë në vështirësi. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. E kjo është ajo që ka interesant, edhe ata të cilët e përmbajnë mllëfin e tyre, edhe u afalin njerëzve, Allahu Gjallëshanuhu i don ata të cilët janë të devotshëm. Ibn Abi Dunya e përcjell një transmetim nga Said el-Maqberi, i cili thot, më ka ardhur një transmetim se një njeri e ka pyet, apo ka ardhur te Isa alayhi salam, edhe i ka thonë, o mësuesi mirësisë, më trego se si mundën t'jenë i devotshëm për Allahu Gjallëshanuhu ashtu si që e meriton Allah, ashtu si që duhet me ko njeriu i devotshëm. Isa alayhi salam i ka thonë, kjo mund të arrihet me një çështje shumë të lehtë. Duaj Allahun me zemrën tënde në tërësi. Duaj Allahun me tërë zemrën tënde, me tërë qenjen tënde. Dhe puno me fuqinë tënde aq sa ki mundësi. Dhe mëshiroj llojin tënd
sikur se mshiron vetveten tënde. I kanë thonë, kush janë ata lloji yt apo lloji ynë, o mësuesi mirësisë? Tha, janë bijtë